Një skandal i vërtet u regjistrua me shpërndarjen e biletave nga Federata Shqiptare e Futbollit për ndeshjen Shqipëri-Serbi, ku Armando Duka la jashtë tifogrupin tifozat kuqezi, duke u justifikuar me faktin se bileta do të shpërndaheshin me shorte, për ta patur mundësinë çdo kush që të merrte. Por, duket se shorteu ishte thjesht një kamuflim për të lënë jashtë kritikët dhe biletat u shpërndaheshin miqeve të Armando Dukës. Në shkallët e stadiumit, kamera filmoi shumë vajza të showbizit shqiptar si Eriola Doçi, Rike Roçi, Luana e Marina Vjollca, Juliana Nura, po ashtu edhe Ermal Mamaçi me Amin, Arbër Hajdari, prokurorët e SPAK, drejtorët e drejtorive, drejtoresha e SHISH Vlora Hyseni, ministrët e Edi Ramës, që zor të besohet se shorteu kishte përcaktuar si fitues të gjitha këta VIP-a, por biletat janë përdorur thjesht si çoka nga Armando Duka. Këtë gjë ka nxjerrë zbuluar vetë një prej protagonisteve, ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Juliana Nura, e cila teksa u pyet mbrëmjen e djeshme në një emision në Kosovë, ajo nuk nguroi që të jepte një përgjigje të sinqertë se biletën ja kishte dhënë Armando Duka pas një telefonate.